Sot do të flasim për luleshtrydhen, një bimë e njohur jo vetëm për frutat e saj të shijshme, por edhe për gjethet të cilat janë përdorur prej kohësh në fitoterapinë tradicionale. Gjethet e luleshtrydhes përmbajnë tanine, flavonoide dhe antioksidant. Për shkak të këtyre përbërësve, në mjekësinë popullore ato janë përdorur për probleme të ndryshme shëndetësore. Bari përbëhet nga gjethet e thara të luleshtrydhes së igër, Fragaria folium, e cila është një bimë barishtore e zakonshme shumë vjeçare në pyje e vende me bar. Luleshtrydhja i ka gjethet treshe, pushtore, me shtije lulore, pak më të gjatë se gjethet, me lule të bardha me 5 petale. Lulezon në maj qershor. Gjethet e thara të luleshtrydhes në saj të substancave që përmbajnë tanine, pak esencë me aromë limoni, vitaminë C, kripra minerale, acid malik e salicylik e tjerë, përdoren në infeksionet e mukozës së zorrëve që shoqërohen me heqje barku, në sëmundjet e veshkave dhe kundër gurëve të aparatit urinar, si dhe në rastet e urinimit me gjak. Në literaturën tradicionale përmendet përdorimi i tyre për infeksionet e mukozës së zorrëve, pasi taninet kanë veti astrigjente dhe mund të ndihmojnë në qetësimin e mukozës. Gjethet janë përdorur gjithashtu për mbështetje në shëndetit e veshkave dhe traktit urinar. Disa burime të fitoterapisë i përmendin edhe në rastet e gurëve në aparatin urinar, megjithse nuk ka prova të mjaftueshme shkencore që ato përbëjnë ose i eliminojnë gurët. Në përdorimin tradicional përmenden edhe në rastet e urinimit me gjak, por kjo është një shenjë që kërkon gjithmonë kontroll mjekësor për të gjetur shkakun. Për përdorim të jashtëm, zirja e gjethet është përdorur tradicionalisht për hemoroidet e gjakosura, për shpëlarjen e gojës kur mishrat e dhëmbëve gjakosen ose ka erë të pakëndshme, si dhe në formë kompresash për ekzemën dhe irritime të lehta të lëkurës. Ato përmbajnë gjithashtu antioksidant të fuqishëm si antocianinat dhe acidi elegjik që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. Luleshtrydhet janë një burim i mirë fibrash të cilat mbështesin tretjen dhe ndihmojnë në funksionimin normal të zorrëve. Përmbajnë edhe kalium, një mineral i rëndësishëm për funksionimin normal të muskujve dhe ruajtjen e tensionit normal të gjakut. Për shkak se kanë shumë ujë dhe pak kalori, luleshtrydhet janë një zgjedhje e mirë për një ushqyerje të shëndetshme. Ato përmbajnë gjithashtu folate dhe mangan, lëndë ushqyese të rëndësishme për organizmin. Luleshtrydhja është një dhuratë e natyrës që vlerësohet për shijen e saj të mrekullueshme, ashtu edhe për përmbajtjen e pasur ushqyese. Kur konsumohet si pjesë e një diete të balancuar, ajo mund të kontribuojë për ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm. Është e pasur me vitaminë C, e cila ndihmon funksionimin normal të sistemit imunitar dhe formimin e kolagjenit. Përmban antioksidant që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi. Përmban kalium, i cili kontribon në funksionimin normal të muskujve dhe ndihmon në ruajtjen e tensionit normal të gjakut si pjesë e një diete të shëndetshme. Ka fibra, të cilat ndihmojnë tretjen dhe shëndetin e zorrëve. Ka pak kalori dhe shumë ujë, prandaj është një zgjedhje e mirë për një dietë të ekuilibruar. Ka një indeks glicemik relativisht të ulët, ndaj zakonisht nuk shkakton rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak, megjithse personat me diabet duhet ta konsumojnë sipas këshillës së mjekut. Përmban folat dhe përbërës të tjerë ushqyes që kontribuojnë në ushqyerje të shëndetshme. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro të bëni subscribe në kanalin Baçja Magjike. Të pëlqesh videon dhe ta ruani me miqt. Faleminderit që më ndiqni.